Dita e 30. Katerina von Bora 1499-1552. Murgesha e Luterit nga Kristin Tebb. Një natë të ftohtë prilli, 12 murgesha hipën pa bërë zhurmë në një karro që përdorej për transport peshku dhe pritën që këshilltari i qytetit, Leonard Kope, të nisej, duke numëruar në ethe sekondat e fundit të jetës së tyre prej murgeshe. Këto gra u arratisën prej kuvendit të Nipshenit në Gjermani, fal planit të zgjuar të Martin Luterit, duke rrezikuar që të ndëshkoheshin si keqbërse nëse kapeshin, por edhe duke e ditur se edhe nëse ja dilnin në ndërmarrjen e tyre, i priste një ardhme e pasigurt. E ardhmja e tyre varej tërësisht nga gatishmëria e familjeve të tyre për t'i pranuar dhe për t'i fshehur ato, megjithse ishin murgesha të arratisura. Murgesha që nuk pranoheshin prej familjeve të tyre, duhej të gjenin burr apo të zbulonin ndonjë formë të rrallë punësimi për gratë, që të siguronin kështu jetesën në mënyrë të pavarur. Njërës prej këtyre murgeshave, e cila quhej Katerina von Bora, nuk ju afrua asnjëra nga këto mundësi. Ndodhi që nga 2 raste që pati për martesë, nuk u bë asnjëri dhe as tjetri, duke bërë që Luteri të ndihej përgjegjës për fatin e kësaj ish murgeshe. Çapkënia Katerin, më në fund, këmbguli që do të martohej ose me Martin Luterin, ose me shokun e tij, Nikolas von Amsdorfin. Me sa duket, Luteri e pranoi sfidën dhe u martua me këtë murgesh të arratisur më 13 qershor 1525. Bashkëshortja e pastorit. Martesa me Luterin përbënte një zbritje në hierarkinë shoqërore për Katerinën, sepse që lindur në një familje fisnike, e cila kishte prodhuar breza të tërë zotërinj feudal. Kjo bëri që të shpërthente një skandal i vërtet dhe që Katerinën ta përqeshnin për hapin e saj në dukje të gabuar. Madje, punët shkuan deri aty sa Erasmi i Rotterdamit parashikoi që nga ky bashkim do të linte vet Antikrishti. Pavarësisht nga trazirat që shkaktoi martesa e tyre e debatueshme, kjo lidhje doli që kishte në vetvete shumë ndjenjë, dashuri, frytshmëri, besnikëri dhe qëndrueshmëri. Çifti hyri në shtëpinë e tyre të re të quajtur Manastiri i Zi, dhe Katerina u bë nismëtarja e një thirrjeje të re që në kohët mesjetare kishte munguar. Bashkëshorte pastori. Mëngjesin pas ditës së dasmës, Katerina ja nisi nga puna në thirrjen e saj të re, duke u shërbyer mëngjesin disa miqve që kishin marrë pjesë në dasmë një natë më parë. Roli i Katerinës si bashkëshortje reformatorit të famshëm, si nënë e 6 fëmijëve biologjik dhe njerëke shumë fëmijëve të birësuar, por edhe si administratore e shtëpisë, një tjetër risi kjo e reformimit dhe e pronave të tyre, u kthye në një shembull për të ndjekur nga gratë e pastorëve protestant të asaj periudhe. Reformatorët e themeluan mirë këtë rol si një thirrje e lartë me një bazë teologjike dhe biblike, duke u dhënë kështu një dinjitet të ri grave të krishterë, rol i cili ndërthurte punët e shtëpisë me shërbesën e ungjillit. Kjo solli përpasoi edhe transformimin radikal të modelit ideal të gruas së krishterë në krahasim me modelin mesjetar, model i cili bazohej tek ai i murgeshës së përshpirtshme. Perëndia në çdo punë. Për Katerinën, kjo thirrje përfshinte përkujdesjen për Luterin, për krahjen e punës dhe organizimin e udhëtimeve të tij, rritjen e fëmijëve të tyre, si dhe një larmi të madhe punës që kishin të bënin me shtëpinë e tyre. Ajo e rehabilitoi manastirin e braktisur Agustinian, që shërbente si shtëpia e tyre. Mirëpriste vizitorët që qëndronin në 40 dhomat e tij. U shërbente rregullisht ushqim 30 deri 40 njerëzve, si dhe organizonte gosti për më shumë se 100 mysafirë. Po ashtu, e gatuante vetë bukën, si dhe bënte djath dhe fermentonte birrë. Në përputhje me pikpamjen e reformatorëve, që e gjithë jeta është frymërore, Katerina nuk bënte dallim mes punëve praktike dhe atyre frymërore, por inkurajohej që t'i kryente punët e saj të përditshme sa më mirë, prej faktit që edhe tek bënte punë, ajo në fakt
po i shërbente Perëndis. Përfshirja e saj në diskutime teologjike kufizoi në pjesëmarrjen e saj në bisedat rreth tryezës, që familja Luter mbante në shtëpinë e tyre. Ajo e njihte mjaft mirë latinishten dhe shkrimin e shenjtë, aq sa ja dilte të përfshihej aktivisht në bisedat rreth tryezës pas darke, një zakon që me sa duket Luteri e inkurajoi. Do të ngjitem pas Krishtit. Në vitin 1542, Katerina dhe Luteri mbajtën zi për humbjen e vajzës së tyre 13 vjeçare, Magdalenës, për të cilën Luteri shkroi: Bashkëshortja ime dhe unë nuk kemi veç falënderime, plot gëzim për largimin aq të hareshëm dhe fundin aq të bekuar të Magdalenës. Megjithatë, forca e dashurisë sonë të natyrshme është aq e madhe sa nuk mund ta bëjmë dot këtë pa qarë dhe pa vajtuar në zemrat tona apo pa e përjetuar vdekjen vetë. Madje, dhe vetë vdekja e Krishtit nuk është në gjendje ta heqë tej plotësisht këtë përjetim, ashtu sikurse duhet. Ky vajtim do të barabitej vetëm me atë të Katerinës për vdekjen e Luterit në vitin 1546, gjë të cilën ajo e përshkrua në një prej letrave që ka ardhur deri në ditët e sotme. Në të vërtetë jam trishtuar aq shumë sa s'mund t'ja shpreh dot sëmbimin e fortë të zemrës asnjë personi dhe nuk e kam idenë se si jam dhe ndihem. As më hahet dhe as më pihet. Madje nuk më flihet. Edhe sikur të kisha humbur një perandori të tërë, nuk do të isha ndier aq keq, sa ndihem që kur Zoti ynë i dashur Perëndi ma mori këtë burr të dashur dhe të denj, jo vetëm mua, por edhe gjithë botës që e donte. Katerina i kaloi ditët që i mbetën, duke kërkuar mbështetje nga bashkëpunëtorët e Luterit, në përpjekje për të siguruar të ardhurat të mjaftueshme për shtëpinë dhe fëmijët e saj, derisa ajo vetë vdiq pas një aksidenti me karrocë në dhjetor 1552. Tek po jepte shpirt, tha fjalët e mëposhtme: Do të ngjitem pas Krishtit, si rodhja pas shajakut.